kur shpirti bërrin në fyt. Momentet e fundit të agonisë së jetës janë momente emocionale që e bën njeriu të mendojë dhe të reflektojë thellë. Në ato çaste ku çdo gjëje i ka ardhur fundi, njerëzit përreth e vështrojnë njeriu që po vdes me dëshpërim dhe pikëllim. Vërejnë se ashtu si qiriu, ai dal nga dal po shuhet, po përshëndetet me jetën e kësaj bote. Vdekjen nuk mund ta parandalojë askush dhe asnjë forcë njerëzore. Në momentin e vdekjes, shfaqet pafuqia dhe paaftësia e plotë e njeriut. Jo vetëm në kohërat e kaluara, por edhe sot, megjithse ka teknologji dhe mjeksi shumë të përparuar, asgjë nuk mund ta pengojë vdekjen. Për këtë moment të vështirë të njeriut, Allahu i Madhëruar ka folur qartë dhe pastër në Kur'an, por jo vetëm. Pasi edhe në shumë hadithe profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij, na ka njoftuar për momentet e vështira të agonisë së vdekjes. Kurani fisnik, për të dhënë përgjigje mohuesve dhe përgënjeshtruesve, ka bërë një përshkrim të qartë për pragun e vdekjes në surën Bakia, në ajetet 83-87. Në ajetin 83 lexojmë: atëherë, përse kur dikujt i vjen shpirti në gryk, ju, në këtë çaste, vetëm shikoni dhe nuk keni në dorë asnjë gjë. Dhe ajeti 84 vjen: para syve tuaj. Auditor këtu janë njerëzit përreth personit që ndodhet në çastin e fundit të jetës, sepse nga njëra e shikojnë gjendjen e tij dhe nga ana tjetër vërejnë dhe pafuqinë dhe paaftësinë e vet për t'i ardhur në ndihmë atij. Së treti vërejnë fuqinë e Zotit mbi çdo gjë. Jeta dhe vdekja janë në dorën e tij, ashtu siç e dinë se i njëjti fati pret edhe ata. Pas kësaj, Allahu i Madhëruar në ajetin 85 vjen duke ja bërë me dije njeriut se ai është më afër tij kur thot: ndërkohë që ne jemi më afër atij se ju, por ju nuk e vini re. Ne e di më së miri se çfarë ndjen njeriu në prag të vdekjes, çfarë rrëmuje dhe trazire është shkaktuar në thellësi të shpirtit të tij. Ne jemi ata që e lëshojmë urdhrin e marrjes së shpirtit në një kohë të përcaktuar, dhe ju vetëm e vrojtoni atë. Ju nuk jeni as pak në dieni për kalimin e tij nga kjo botë në botën tjetër, dhe çfarë stuhish të rënda dhe të vështira shpirtërore te i kalon ai në këto çaste të vështira. Në të gjitha këto momente të vështira, Zoti i Madhëruar është më afër nesh se kushdo tjetër. Madje ai është më afër nesh se sa ne me vetveten tonë, edhe pse ne, për shkak të mosdijes tonë, jemi larg tij. Sqarimi i situatës në çastet e dhënies së shpirtit është qartësuar më shumë se në çdo kohë tjetër në këto ajete. Më pas, për ta theksuar edhe më tej dhe për ta bërë edhe më të qartë këtë realitet, ajetet 86-87 të surës Bakia na thonë: përse pra, nëse nuk do të gjykoheni në jetën e përtejme, ju nuk ja ktheni shpirtin atij. Përgjigjuni kësaj nëse thoni të vërtetën. Dobësia dhe pafuqia juaj argumenton se zotëruesi i jetës dhe i vdekjes është dikush tjetër, se shpërblimi dhe ndëshkimi janë në dorën e tij. Ai është faktori që jep jetë dhe vdekje. Nëse ju jo besimtar mendoni se nuk jeni robër të Zotit dhe e keni në dorë qenien tuaj, atëherë i kthejeni atë shpirtin. Pra, sprapseni vdekjen. Por kjo është e pamundur. Edhe kjo është një dëshmi dhe argument se jo vetëm njerëzit, por çdo gjë që gjendet në tokë dhe në qiell dhe në gjithçka mes tyre, janë në sundimin e Zotit të Madhëruar. Këto ajete kanë për qëllim të tregojnë se Zoti i Madhëruar është i plotfuqishëm mbi jetën dhe mbi vdekjen. Jeta dhe vdekja krijojnë një urë lidhse me ringjalljen. Përzgjedhja e çastit të agonisë dhe të vdekjes është shfaqje e dobësisë dhe pafuqësisë së plotë të njeriut në këto çaste, megjithse deri atëherë kishte pretenduar se ishte i fuqishëm. Që kuptimi i ajetit 83 të surës së Bakia, atëherë, përse kur dikujt i vjen shpirti në gryk, të bëhet edhe më i qartë, tregohet gjendja e disa mohuesve dhe tiranëve, të cilëve çasti i vdekjes u arriti në kulmin e pushtetit dhe të fuqisë së tyre, dhe nuk qenë të zotët të bënin ndonjë gjë. Mesudiu, në Murugju dhe Heb, në jetëshkrimin e Memunit dhe në luftën kundër ushtrisë së Bizantit, ka përmendur këtë histori. Kur po kthehej nga sheshi i luftës,
Ai arriti te burimi Bedidun, në vendin e quajtur Kashire, dhe u ndal për të pushuar. Kënaqësia, freskia, uji i ftohtë i burimit, si dhe lulëzimi dhe gjelëbrimi asaj zone mahnitën, ndaj dha urdhër që të presin disa deg nga pemët e asaj zone dhe të ndërtojnë një urë mbi burim dhe mbi të bëjnë një çati prej druri dhe prej degve të pembe. Ai pushoi aty, ndërkohë që uji kalonte poshtë këmbëve të tij. Uji ishte aq i kaltër sa që mund të shihej në fund të tij edhe gjeja më e vogël. Edhe uji aty burimi ishte aq i ftohtë, sa askush nuk mund të mbante duart në ujë. Papritur u shfaq në ato ujëra një peshk i madh sa bërryli. Thuajse i tërë ishte prej argjendi. Memuni tha se atij që do ta kapte atë peshk, do t'i dhuronte një shpatë. Disa shërbëtorë zgjatën duart dhe e kapën peshkun dhe ja sollën Memunit. Sa po e lanë aty peshku o kërceu nga dora e shërbëtorëve, ra në ujë dhe shumë shpejt u zhyt, duke lagur rrobat dhe spërkatur fytyrën dhe supet e Memunit. Shërbëtori sërish u hodh në ujë, e kapi peshkun dhe e vendosi përpara Memunit, tashmë të mbështjet me një copë. Ndërkohë që peshku po lëviste akoma, Memuni tha: "Tani duhet ta skuqni atë dhe ta përgatisni për ushqim." Por papritur, gjymtyrët e trupit të tij u mpin dhe nuk i lëvizte dot. Megjithse e mbuluan me mbulesa të ndryshme, ai akoma kishte dritje në trup dhe bërtiste, ftohtë, shpejt ndezën zjarr. Por ai sërish vazhdonte të thërriste: "Kam ftohtë." Në këtë kohë, ia sollën peshkun e skuqur, por ai nuk ishte në gjendje as ta nuhaste atë. Gjendja e tij u përkeqësua edhe më shumë. Prandaj kërkoi ndihmë nga Bakteshu dhe Ibn Mesevije, që të dy ishin mjek obortar të Memunit. Memuni ishte në agoni. Dy mjekët ja morën dorën dhe panë që pulsi i tij kishte çrregullime të mëdha. Kjo tregonte se kishte çrregullime të mëdha në shëndetin e tij. Tani, atij kishte filluar një djersitje, dhe djersa ishte ngjitse si vaj. Dy mjekët mbetën të habitur nga gjendja e tij dhe thanë: "Një gjë e tillë asnjëherë nuk e kemi lexuar në librat e mjekësisë dhe as e kemi parë në praktik. Është e qartë se këto janë shenja që tregojnë afrimin e vdekjes së tij." Gjendja e Memunit u përkeqësua edhe më shumë. Ai tha: "Më dërgoni në një pikë të lartë me pamje nga ushtria ime, në mënyrë që të vlerësoj gjendjen e tyre." Pasi u bën natë dhe nga lartësia në të cilën e çuan soditi tendat, ushtrit e veta dhe zjarret e shumta që ishin ndezur, tha: "O Zot, sundimi yt asnjëherë nuk rrënohet dhe nuk humbet. Ndihmoje atë, sundimi të cilit është drejt e rënies." Më pas e sollën në shtratin e tij. Aty qëndroi një person për t'ia kujtuar shahadetin, meqense nuk dëgjonte mirë nga veshët. Burri pranë tij e ngriti zërin. Ibn Mesevije tha: "O zbërtit, betohem në Zot se ai në këtë moment është mes Zotit dhe Maniheut." Memuni hapi syt. Gropzat e syve të tij ishin larguar nga njëra tjetra dhe ishin skuqur shumë. Ai deshi ta godiste Ibn Mesevijen, por nuk arriti. Dëshiroi të fliste ashpër, por ishte i pafuqishëm. Në atë çast, dha shpirt. Ka mendime të ndryshme rreth shkakut të sëmundjes së tij. Sidoqoftë, gjithë ai sundim dhe mbretëri e madhe u shua vetëm për disa çaste, dhe heroi i madh i fushave të betejës u gjunjëzua përpara vdekjes. Askush nga të pranishmit nuk pati fuqinë të hidhte një hap të vetëm për t'i ardhur në ndihmë, ose së paku ta çonte atë në banesën e tij kryesore. Historia na tregon shumë ngjarje të tilla mosimdhënëse. O Allah, të lutemi të na përcaktosh ne në radhët e të afërmve tek ti dhe të njerëzve të së djathtas, të njerëzit e dashur për ty. Në prag të vdekjes, të lutemi, na përfshi në kënaqësinë, prehjen dhe xhenetin e begatshëm. O Zot, dënimi i ringjalljes tënde është një dënim i madh, dhe ata askush nuk mund ta përballojë dhe ta durojë. Edhe shpërblimet e tua të pafundme janë shpërblime të mëdha, dhe askush nuk mund t'i meritojë ato me anë të veprës së vet. Kapitali ynë në atë ditë është vetëm mëshira dhe mirësia jote. Të lutemi, na përfshi në mëshirën dhe mirësinë tënde. O Zot, të lutemi, na zgjon ne para se të na vi kiameti i madh dhe para se të na kaplojë vdekja, që është edhe kiameti i vogël, dëshirën për të përgatitur veten tonë për këtë udhtim të gjatë që kemi përpara. Amin.